Personat që ha në gështenj duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Gështenjët janë kudo në tryezat tona këtë vjesht, të pasura me fibra, acid folik dhe minerale, ato rriten në pemë dhe në vendin ton janë të shkëlqyera gështenjët e veriut, por edhe ato të zonës së juglindjes. Gështenjët janë të shijshme dhe gjithashtu mund të përdoren edhe në kuzhinë. Ato përgatiten në mënyra të ndryshme të pjekura të zjera ose dhe ashtu siç janë. Të pasura me karbohidrate, gjatë një vakti ato mund të zvendësojnë në një pjesë të makaronave ose të bukës. Vlerat e tyre energjike i bëjnë të shkëlqyera edhe për stresin dhe lodhjen e madhe dimërore. Ky frut i vjeshtës përmban hekur dhe për këtë arsye është i dobishëm për ata që vuajnë nga anemia. Përveç kësaj, prania e acidit folik i bën ato një ushqim të rekomanduar gjatë shtatzanisë për një zhvillim më të mirë të fetusit. Nuk duhet haruar as kontributi që japin për sa u përket fibrave dhe rekomandohen shumë për ata që vuajnë nga kapsllëku.